Pysa, vetëm pas pak ditësh do të jetë kampionati botëror, do të jeni një pjesëmarrës edhe ju? Po Gjergj, falë stërvitjes dhe punës tonë dhe falë përgjelljes që cilën e ka bërë trajneri kombëtarës Zevgjoni, do jemi edhe unë pjesëmarrës në kampionatin botëror që do zhvillohet në Beograd. Shpresoj një rezultat mirë. Normalisht që dihet se është një ndër aktivitetet dhe kampionatet botërore me më shumë pjesëmarrë, sepse jo si çdo vit, këtë vit janë shtuar shumë premium nga Federata Botërore e Boksit. Çfarë mund të synoj boksi shqiptar në të tilla evente kur duke ditur edhe diferencën e madhe në përgatitje apo shumë gjëra tjera me ekipet e tjera të botës? Këtë dëshëm me theksu, Gjergj. Nëse do kishim kënd barabart me ekipet tjera, jam shumë i sigurt që të kishim kënd shumë kohë në përgatitje, shumë kohë në grumullime, me shumë sparringje, me shumë neshe që normalisht na mungojnë për shumë arsye që dijen janë thënë disa herë. Do kishim kënd, e kam thënë pa dyshim që do kishim kënd shumë lart. Kena lënë prova që kena marrë medalje në arena kombëtare, në kampionatet europiane, kampionatet botërore janë marrë në Shqipëri. Ka shumë boksierë të cilë premtojnë shumë të ri, por normalisht edhe unë shpresoj normalisht të sporti jonë ka të bëjë shumë dhe shorti. Shpresojmë dhe i short mirë. Jeni në parë të boksierë, për të mos thënë i pari që keni sjellë medaljen e Shqipërisë në kampionatin europian të 18 vjeçare shumë vite më parë. Por duket se mbesin thjesht në kuadrin e këtyre medalje me moshë të re. Në fakt, unë jam i parë, ashtu siç e theksova edhe ti, që kam marrë medalje europiane në Shqipëri me U19 në atë kohë, po nuk vazhdoi askush, ashtu siç po e theksova, nuk vazhdoi askush që mund me na trajtu ose me na trajnu në një mënyrë më profesioniste që të kishin vazhduar se normalisht ato të rinj që ishin bashkë me mua, ato u rritën dhe kaluan një stad më të lartë se ne, nuk duhet ta pranojmë, domethënë duhet jena për këtë. U rritën, shkuan mirë sepse kushtet e tyre, ekipet e tyre, shteti i tyre kishte shumë kujdes për ata, edhe ata normalisht që kanë kaluar më shumë se ne. Kam boksuar me shumë kampionat që tash po ndëgjojnë, me kampiona botet që ishin, me kampiona Europet, kam boksuar me të gjithë. Normalisht kena boksuar si të barabartë, asnjëherë nuk kena boksuar me ato si inferior, por normalisht kushtet e tyre ato shkuan më lart. Aty të parë fituat titullin kampion të radhë, titull që ka qenë një jubilar. Po, në fakt ka qenë titull jubilar, e kam prit me shumë qejf këtë titull sepse bësha 15 vite kampion me të rriturit, edhe kalosha legjendën e Shqipërisë, të Shkodrës, Artur Gavoqi. Edhe me shumë qejf kisha dëshirë me marrë ndeshje, normalisht edhe të bukura ishin përgatitur, kisha kohë që u përgatishëm për kampionatin sepse edhe se ishte jubilar, edhe sepse do ishte rikthimi im sepse kisha 4 vite që nuk boksosha për shumë arsye. Po nollën siç nollën ngjarje si rrjedhën edhe normalisht nuk boksum, merr shumë keq me të thënë, vërtet ka ngel peng ajo. Në moshën tuaj shumë vetë hecin dorën nga sporti, por ju nuk e keni bërë që ti. Rikthyer sërish, riktheni si kampion. Çfarë ju shtyn të merreni sërish në boks? Gjergj, në fakt ti po shikon çdo sport, mosha sportit arrit. Lojtari më i mirë në botë Cristiano Ronaldo është në moshën time. Jena një moshë, po rivalizojmë. Në fakt është pasioni i hershëm që kam për sportin e boksit, pasioni që në fëmijëri, që nuk më është larguar asnjëherë. Asnjëherë këtë sport nuk e kam bërë për përfitime, se e dim tonë se çfarë përfitimesh financiare ka ky sport, domethënë nuk dalin as për shumë gjëra, por pasioni jem, pasioni i familjes, tash normalisht nuk më ka bërë me hek dorë, dosha me thy këto rekorde që i theva, faleminderit Zotit. Edhe kam edhe një person që normalisht beson shumë te unë, është trajneri Zevgjoni, gjej rastin me përshëndet, edhe me ja kujtu edhe me rikujtu gjithë atyre që merren me polemika dhe me gjona. Po mos ishte Zevgjoni, këtë e them me plot bindje, nuk do ishte as boksin Shkodër, as boksin Shqipëni. Këtë e them me bindje të plot, edhe nuk ka asnjë më kundërshtu. Po mos ishte Zefi, nuk ka boks as në Shqipëni, as në Shkodër, as nuk kishte pas medalje as asgjë. Vetëm për kushtimin e tij, sakrificat e tij na ka bërë që ne më arrit kaq lart. Unë e vlerësoj edhe e falenderoj gjithmonë për arritjet që kam unë, sepse janë gjitha të tjera. Përmendet moshën, përmendet ambicet, por do të vazhdojnë rekordet? Gjergj, besoj edhe shpresoj që të vazhdoj me këtë formë, jam i formë shumë të mirë sportive, edhe për atë kisha dëshirë me marrë pjesë në kampionatin botëror, kam arrit një pjekurni sportive shumë të mirë. Normalisht në sportet tona individuale ka të bëjë shumë shorti, se me të shorti me kampionin e botës normalisht që nuk do fitojmë, shkojmë me moral shumë të lartë,
stërvitja ka qenë shumë e mirë për kampionat. Shpresoj që të vazhdojmë me grumullime, që të ecim sa më lart, të kemi një paraqitje sa më dinjitioze në kampionatin botëror. Ndërsa në Shqipëri nuk kam gjithë hala pasues drejt që më lën peshën së botëror. Besoj ta muaj edhe pak deri kur të jetë një person që ta meritoj me kanë kampion i peshëve së botëror. Kush ka qenë momenti më i lumtur në karrierën tuaj sportive? Normalisht momenti më i lumtur ka qenë kur kam marrë medaljen e kampionatit evropian, po ka pas mjaft momente të lumtura. Pothuajse çdo vit pesha ime domethënë ndon kampionatin, edhe ato janë një pjesë për shumë pjesëve të lumtura të sportit. Normalisht çdo vit kur kampionati varet nga ti të motivon, ndihmon edhe normalisht nihesh mirë, nihesh krenar që ndihmon ekipin. Edhe për këtë ekip që kena 21 vite që vetëm përfaqësojmë të ngjyra, nuk kena ikë asnjëherë, dhe ndoshta kena kanë me trajtime më të vogla, me shumë kushte më të këqija se ekipet tjera, nuk kena hek asnjëherë dorë për ekipit, kena ndonjë gjithmonë te ekipi jon. Këta kanë qenë motivuese. Momenti më i vështirë? Momenti më i vështirë është kur jam largu prej boksit para 4 vitesh, pritësha me bën kampionat. Nollën disa rrethana shumë që pastaj u sqaruan gjitha. Ato kanë qenë momentet më të vështira. E kam shikuar boksin prej larg, kam disa djem që kanë dalë kampion që nuk e kanë merituar me dalë kampion peshën së botëror. Mund dalin në një peshë tjetër, por aty është ka 21 vite që e moj unë. Kush është kundërshtari më i vështirë që keni pasur në këto vite? Flasim Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Me të thënë vërtetën, gjithë kanë qenë kundërshtar të mirë, dej, kena bërë ndeshje të bukura, po ashtu si kena pas edhe një herë që nuk kena qenë në formën tonë më të mirë sportive. I vlerësoj gjithë kanë qenë çuna të mirë. Nuk di me shkput një se gjithë ashtu kanë qenë. 24 titull kampion për Vllaznin, ndoshta si pak kush ekip tjetër. Unë besoj se kjo është një diçka që nuk e ka arrit kërkosh, nuk është vetëm prej nuk vjen vetëm prej nesh, se kjo vjen vetëm ta thash edhe përpara edhe prapë përsëris. Kjo është krejt puna e trajnerit ton. Është domethënë aq motivues, sa një moshë normalisht ka një moshë të madhe tash, na motivon edhe ne që edhe ne na duket vetë edhe më të ri. Është shumë motivuese. Besoj që do vazhdoj prapë. Kena elemente shumë të mirë në palestër, janë Gjoj Eliazi, Kajoshi, Elias Babaj, shumë buksira të ri që i premtojnë shumë për të ardhmen. Jeni edhe njëri ndër sportistët e shekullit të klubit Vllaznia. Besoj që është një vlerësim që i bën më të lumtur në karrierën tuaj sportive. Në fakt për mua është vlerësim shumë i madh, me kenë në 10 sportistat e shekullit të boksit në Shkodër, me gjithë ato emrat ndritur, si të themi, të sportit të boksit. Por normalisht ka edhe shumë djem tjerë që aty kanë merituar me kenë, po aq ishte lista për 10 veta. Jam shumë i lumtur që jam një ndër ta. Fjala Vllazni, çfarë profesion për Nelson Vyçi? Me të thënë vërtetën, edhe tash që flet në rrënqethet mishi, është dashnia parë e sportit, domethënë aty ajo është që nuk na kalon as mu largu, as jashtë shtetit, as jashtë qytetit, as asnjë gjë. Ajo është fjala që çdo sportist i Shkodran e di mirë, se sa herë që përmendet, sidomos për ne që tash jemi në largu dhe për Shkodër, nuk po jetojmë në Shkodër,